Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jall e lavdrojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij, nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, me familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë në ligjëratën e radhës që ka të bëjë me haxhin dhe dispozitat në lidhje me të. Në ligjëratën e kaluar jemi ndalur te çështjet se çfarë lloje të haxhit kem dhe kemi treguar se janë 3 lloje të haxhit. Është lloji i parë që njeriu e bën niyet vetëm për haxh pa umre fare, e që quhet ifrad. Lloji i dytë është që me një niyet e bën edhe umrën edhe haxhin, quhet qiran. Edhe lloji i tretë është që me bë edhe umre edhe haxh, mirë po me niyet ndamas. Një herë e bën niyet umrën, e masandej e bën haxhin, e kjo quhet tamattu, edhe ky është haxhi më i mirë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar shokët e tij me vepruar në fund kështu, edhe ka thonë sikur tek shkty koha edhe unë e kisha bë të njëjtën, mirë po i ka marrë kurbanat me vete. Kjo është argumenti domethënë tekstual nga hadithet, mirë po ka edhe argument logjik, nga se realisht në çështjen e këtij lloji të haxhit, i cili bëhet ndames umre, ndames haxhi, ka punë më shumë, ka obligime më tepër. E rrjedhimisht ka edhe shpërblim më të madh, se janë 2 tavafa edhe 2 saja, përkundrazi domethënë ato 2 lloje që është vetëm një tavaf edhe një saj. Në nalë të mesela më konkretisht mos gabofsha, qofse një grua e ka bën jetë me bë tamattu, mirë po për shkak të ciklit mujor që i ka ardhur, nuk mundet me kry umrën, e ka rrezik që faktikisht i vjen dita e Arafatit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ndodhur Aishës, i ka thonë që të shndroj umrën në haxh dhe të bën 2 jetë bashkë me një niyet, prej tamattuit të kalon në llojin e dytë të haxhit që ke qiran. Mirë po ky vendim apo kjo dispozit nuk është vetëm për gruan me cikël, kjo vlen edhe për një grua që është lehon, mirë po vlen edhe për çdo haxhi tjetër që ka pas niyet me e bë llojin e tamattuit. Mirë po i ka ndodhur në pengesë rrugës që ja ka pamundsuar me ardh para ditës së Arafatit në Mekë. Edhe kur ka ardhur në Mekë, nuk ka vakt me bë umrën, po duhet patjetër me shkuën me bë me qëndruar në Arafat, se shtylla kryesore e haxhit është Arafati. Pra thjesht edhe dikush që s'është grua, që se ka këto yzre, këto arsye të gruas, mirë po për ndonjë arsye që ja ka pamundsuar me mri me kohë dhe me kryu umrën më herët, atëherë edhe këtina i takon me e shndru jetën prej umrës me bë haxh dhe umre për një herë, domethënë për llojin tamattu në llojin qiran. Dorso sot do të marrim 2 mesela. Mesela e parë është domethënë te telbia, që kemi thonë telbia është diçka më tepër se niyeti. Se niyeti është ajo që e bën njeriu me zemër, edhe kemi treguar se edhe në haxh si çdo vepër tjetër, niyeti bëhet me zemër dhe nuk shqiptohet me gojë, nga se kjo është risi dhe bidat fe. Mirë po te haxhi është një specifik, se përveç niyetit është edhe një lloj telbie,
Dhe më thonë që njeriu me za e ngrit zonin duke thonë Allahu ta zot të përgjigjem o Zot të përgjigjem me umre apo haqj apo vetëm me umre apo vetëm me haqj apo dhe më thonë dyja të bashk, faktikisht kjo quhet telbia. Sot do t'i marrëm fillimisht se çfarë formati ka, se mas shumë të ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do t'i marrëm dhe më thonë që nuk është vetëm kjo formë, ka dhe forma tjera. Do t'i marrëm disa sunete që janë cekur në lidhje me të, edhe disa mesele në fund në lidhje me telbien. Sa i përket punës së parë, fillimisht duhet me ditë se që kjo telbia nuk është as kushti haxhit, as nuk është vajxhibi haxhit, mirë po sipas mendimit më të saktë është vetëm sunet dhe kjo është mendimi i shumicës dietarëve. Edhe pse ka dietarë që faktikisht shohin edhe për te, thonë kjo telbia është si tekbiri fillestar në namaz kur thua Allahu Akbar dhe që hin namaz. Çashtu është domethënë kjo telbia për umre apo për haxh. Mirë po mendimi më i saktë është se realisht domethënë kjo është vetëm sunet e nuk është as vajxhib, as nuk është domethënë kusht esencial, nga se ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bë telbie vetëm se prej xhamis, domethënë thjesht kur ka shkuar në Dhul Hulejfe, në mikatin e Medinës, që do të marrëm domethënë më vonë se çka është ky mikat. Forma e kësaj telbies është lebejk Allahumma lebejk, lebejke la sharika laka lebejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Që kjo është forma që më shumti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar. Edhe pse ka realisht edhe forma tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur, për istunë është në ndryshim lebejke Allahumma ilaha al-haq, që të ilaha al-haq, domethënë e ka shtuar këtë verzion, ka ardhur domethënë për sahabive, domethënë versione të tjera, për shembull prej Ibn Omerit ka ardhur lebejke wa sa'dejke wal khairu fi yadayk wal raqba'u ilayka wal amal. Këtë formë ka përdorur domethënë Ibn Omeri, mirë po realisht që e forma e parë tash është forma që më shumë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur, edhe është mirë çdo haxhije domethënë me mësua që të telbien lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, që thjesht është domethënë një përgjigje me tauhid, bile hadithin e Xhabirit, se hadithi i Xhabirit domethënë është hadithi më i gjatë që mas në detaje ka përshkruar haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kur ka ardhur te telbia ka thonë ehelle bit tauhid, thjesht ka bëqë telbien me u përgjigj Allahut azza xal me tauhid, nga se mushrikët e Mekës edhe ata kanë pas një lloj telbie, të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem përveç teje nuk ka zot tjetër përveç një Zoti i cilin edhe ti atë e posedon. Thjesht domethënë kam besuar Zotin, mirë po kam besuar Zota të tjerë, mirë po ky Zoti i dytë thotë është në dorën tënde o Zot. Telbia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë që të përgjigjem vetëm ty o Zot, se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut azza xal. E kjo është tauhid el-uluhiyya, mirë po në këtë telbie realisht ka edhe tauhid el-rububiyya, se tregon se pushteti, begatitë, çdo gjë është domethënë dorën e Allahut azza xal. Dy sene janë sunet të çështja e telbies. E para është me ngrit zërin me të, edhe e dyta është me shpeshtu sa më shpesh. Me ngrit zërin me të, ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më erdhi Xhibrili dhe më urdhëroi që ti urdhëroj shokët e mi të ngresin zërin me të telbien. Pra thjesht mos me thon vete, po me thon me za. Edhe pse do të ndonjëherë jo vetëm me një vet ose me një shok, po edhe me ngrit zërin pak më tepër nuk prish punë, nga se ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë afdalul haxhi el-hajju wal-fajj, haxhi më i mirë është ai i cili ka ngritje të zërit gjatë telbies dhe sa më shumë domethënë me prej domethënë kurbana. Faktikisht i ka cekur se haxhi
mund të pas lloj-lloj haxhi, të vlefshëm e më të vlefshëm. Mirë, për haxhi më të vlefshëm është aty ku ka kurbana më shumë, edhe aty ku ngritet zëri më shumë me këtë telbie, se realisht njeriu me të realisht e demonstron atë për uljen dhe gatishmërinë që me thon Zotit, o Zot, asaj thirrje që ti e na ke dërguar përmes Ibrahimit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të përgjigjemi me bindje dhe domethënë të përulur ndaj teje, o Zot. Edhe e dyta është thjesht me shpeshtue, vetëm fal para se me dalë te e dyta, është në mesele që këtë telbia me ngrit zonin, a është veç për burra, a është veç për gra. Se ka debat e shumica dietarëve thonë me këtë ngritin vetëm burrat. Domethënë telbien me bë vetëm burrat me za. Gratë domethënë e thonë vete maksimumi me nina i shoqe e saj në ngatësoj. Mirë, po ka një hadith nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha se kur ka bë telbie, aja ka ngritur zërin me të. E që e sheh për shembull Sheikh Albani sa ne thot, domethënë edhe gratë, domethënë nuk prish punë me ngrit zërin ashtu siç e ngrisin edhe burrat. Mirë, po thash dietarët, domethënë shumica e mendimit realisht që në kjo çështje me ngrit zërin me këtë telbie me pas vetëm burrat, e këtë hadithin e Aishës thonë, nëse ka ardhur hadithi nga Aisha, atër mjaftohet që me ngrit zërin sa një i shoqe që ka ngat e jo me ngrit zërin sa dhe burrat me ndje, për shkak se kjo thonë bjen ndesh me disa parime bazike të shariatit, e ajo është që realisht domethënë Allahu azza xal don që te gruaja mu instalu marrja turpi, që faktikisht jo diçka, po as zërin mos më ngrit para burrave, as mos provoku para burrave ashtu me radhë, e ngritja e zërave, domethënë për femrën nuk është shumë e hijshme, edhe thonë nëse ky hadith i Aishës është ka ardhur kështu, atëherë themi për me bashkuar këtë me atë që duhet vetëm për burra, atëherë që me bë edhe me ngrit sa e ndjen, domethënë vetëm ajo dhe shoqja e saj nga të saj. Kjo është mesela e parë dhe suneti i parë. Suneti i dytë është tash me shpeshtue sa më shpesh me bë telbie, nga se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me prej fillimit kur kanë hije në njet të ihramit, realisht kanë bë vazhdimisht telbie, bile ka ardhur në hadith, domethënë se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë filluar me telbie prej fillimit në mikat të Medinës, saqë thotë kur janë ardhur te Mekja, faktikisht edhe zoni ka nisur më gorrithë e më ushterr, domthonjë çast shumë që e kanë përsëritur dhe e kanë shpeshtuar domethënë ngritjen e zërit me këtë telbie. Autori i librit që dhem të shpjegojë i ka cekur disa raste se kur njën më të veçantë me bë telbie. E ka cekur domethënë kur zbresëm në lugin rrugës, kur ngritëm në përpjedzë rrugës, kur e krym namazin, mas namazit, kur domethënë takohen dy grupe mes vete, kur përfundon dita apo vjen domethënë lind dielli, apo realisht njeriu e bën një gabim pa qëllim, që faktikisht të bën telbie në farë forme me ndje dhe mja kujtu vetes që unë e bëna këtë gabim me pa vetdije apo pa qëllim, mirë po realisht unë jem hala në ihram, edhe jem domethënë numre ose në haxhin të e bë, edhe ja përkujtoj vetes duke thonë lebejk Allahume lebejk. Edhe për këto raste që i ka cekur autori ka ardhur një hadith, po hadithi realisht domethënë sipas mendimit dietarëve është hadithi i dopt për këto raste kur ka cek domthonjë që kur zbretesh, kur ngritesh, kur të falsh namazin, kur perëndon dielli, kur lind dielli, kur takohesh shoqënia, kur domethënë bën ai gabim pa qëllim me sana, këto raste i kanë cekur në mënyrë detajume, po nuk ka ndonjë argument të saktë. Ka ardhur për disa sahabive në disa raste, domthonjë që i kanë cekur këto, mirë po nuk është ndonjë argument shumë i qartë, përveç uljes e dikush e ka argumentuar edhe ngritjen, nga se ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar domethënë pranë një lugine rrugës për Mekë, quhet lugina Wadi al-Azraq, edhe ka thonë sikur pe Musën, domethënë duke zbritur nga kjo luginë duke bë telbie.
Edhe thonë faktikisht e kanë argumentuar me këtë që pejgamberi sa osem ka dashur me treguar se telbia ka qenë sunet e gjithë pejgamberëve, edhe e ka marrë atë formën të zbrit. Ibn Hajeri thotë kjo kuptohet edhe të zbritur edhe të ngrit, përveç këtyre dy rasteve realisht nuk ka ndonjë argument të qartë që domethënë ato raste të tjera është sunet me bë telbien. Pra, në vija trasha është sunet me bë telbien, është sunet me ngrit zërin me telbie, sidomos për burrat, edhe sunet me bë sa më shpesh telbie sa i përket domethënë zbritjes dhe po uljes në një logjinë apo përpjekje. Këtu thash ka një hadith që domethënë është në Sahihun e Buhariut. Janë një 3 mesele që kanë bëj me telbien që shumë domethënë pyeten në rreth tyre, është se njerëzit që udhtojnë zakonisht tash udhtojnë me agjencione, me grupe, besa me autobuse ose me trena, edhe e bojnë në formë me xhamat. Në i hoqë që është udhëhec aty, apo në një që ka zonën më të bukur, faktikisht e merr mikrofonin edhe e bën telbien me za, lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharika lek, lebejk innal hamda wan ni'mata lek wal mulk la sharika lek. Edhe tanë sheket autobuse apo pjesa që aty ku janë këtë e bojnë telbien edhe e bojnë formë domethënë grupore, ekipore. Që kjo a është sunet, a është bidat. Tash kur ti kthehesh edhe shikon praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sheh se kërkon nuk gjon asnjë argument, as që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar me shokët e tij, as që i ka urdhëruar ai shokët e vet, as shokët e vet që kanë praktikuar edhe pse kanë bërë haxh, domethënë sahabët, sidomos pejgamberi sa më ka bërë veç një haxh, mirë po shokët e sahabëve pejgamberit sa më kanë bërë me 10 haxhe, sidomos të sahabët që kanë qenë më të vjetër, edhe kërkon prej tyre nuk transmetohet që realisht e kanë bërë në formë ekipore këtë punë. Pra shumë për dietarëve thonë se këtë me bë lebejk Allahumma lebejk, domethënë me grup është bidat, orisim fe, po secili të bën vetës. Mon nëse është që ka mundësi me bë domethënë shumë zhurmë ndaj tjerëve, mi shqetësu tjerë, se ndoshta dikush të flajt e kështu me radhë, do të mundohet vete apo sa dëgjon shoku i vet, mirë po ju me u bashkangjitur në kar edhe me grupin, qoftë në autobus apo në tren apo dikon tjetër. Çështja tjetër që e kanë cekur mas telbies, mas të krysh lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lek, lebejk innal hamda wa ni'mata lek wal mulk la sharika lek, a bën me ras salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo nuk është domethënë sakt, nuk duhet me ras salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka argument domethënë të qartë. Është një hadith, po hadithi është i dobët dhe për këtë nuk ka argument. Pra veç e thu telbien edhe nuk bjen domethënë salavat. Çështja e tretë që ka të bëjnë me telbien është kur fillon telbia edhe kur përfundon telbia. Tash e kemë edhe haxhin edhe kene umrën. Për dyjat e kanë domethënë vendin e vet. Numre e bën peçë që hin në ihram, peçë që bën jetë me bë umrën, bën telbia. Deri kur, sipas mendimit më të saktë, derisa të hyj çabe, që do mja fillua domethënë tavafit. Sa kështu ka ardhur domethënë transmetim nga Abdullah ibn Abbasi që ka vepruar. Domthon prej që ka hin jetë te mikati e ka bën jetë, ka filluar me bë telbie rrugës vazhdimisht derisa u ardh domethënë në çabe. E haxhi, edhe haxhi prej që ka filluar e derisa të vjen mi gjut gurt ditën e Bajramit, domethënë që quhet Xhamratul Aqaba, ata gurt që janë domethënë në fund nga Mekja, janë fillim e nga vjen për Mina janë fund, që në ditën e Bajramit do të marrim në vazhdim gjuhën vetëm ata gur, domethënë 7 gur gjuhën ditën e Bajramit, pra thjesht fillon prej që ke bën jetë haxhin derisa të vjen dita e Bajramit, pak para se mi gjuh gurt, aty faktikisht e përfundon telbien edhe fillon me tekbir dhe me gjuhën gurt, domethënë me tekbira. Këto domethënë ishin shkurtimisht disa dispozita sa i përket telbies, që thash është mirë çdo haxhi, thash nuk është farz, nuk është vajib, ose sunet, mirë po, ose sunet i fortë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me të demonstron njeriu për uljen
dhe përgjigjen që e ka bë Allahu Azza wa Jall kur e ka ftuar, domethënë me vizitue ato vende të shenjta. Ju ke përgjigj fizikisht, mirë po atë e domethënë deklaron edhe me gjuhë se të kem përgjigjur Allah, se vetëm te meriton të përgjigjesh, se nuk ka të adhuruar edhe nuk ka zot për neve përveç domethënë teje. Autori ka cekur domethënë dy mesele para se me kaluar te mikatet. E ka cekur domethënë njeriu me bë ihram, me bë niyet para se me ardh te ai veni ku duhet me bë niyet, apo me bë niyet për haxh para se me ardh koha për me bë haxh. Se do të marrim vazhdim janë 3 muaj të haxhit. Është Shevali, që është mas Ramazanit, është Dhul-Qa'da në cilën muaj jem tashna, edhe 10 ditë e para Dhul-Hijjes, që to janë kohët e haxhit. E tash me bë niyet njeriu për haxh në Ramazan, a është në rregull apo jo? Apo me bë niyet për haxh para se me ardh mikati. Për shembull Medinë, që do të marrëm vazhdim, e kanë një mikat quhet Dhul Hulejfe, tash quhet Abar Ali, është diku 10-15 kilometra prej xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Aty duhet njeriu me bë niyet. Edhe thjesht pe aty tash hyn në çështjen e umrës apo haxhit çka e ka niyet me bë. Po tash me bë njeriu para se me shku atje, apo ka ardhur me aeroplan prej Istanbulit ose prej Kosovës direkt për Medinë, edhe e bën niyet për këtuajt. Sipas mendimit më të saktë, domethënë faktikisht nuk di, ndoshta ka mos pajtime se realisht ka bëhet edhe pranohet niyeti. Qoftë se ke bën niyet për Ramazanit, qoftë e ke bën niyet domethënë para se me shku në ato vendet e caktuara që quhen mikate. Mirë po, realisht me to e ke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përse ka përket me bë niyet me hini ihram para se me mrije te mikati. Ka ndodhur për një sahabie, ka posëm Imran bin Husain, ai ka bë pe Egjiptit kur u nis, domethënë niyet për haxh. E kur i ka ardhur lajmi domethënë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, realisht e ka injoruar këtë vepër se si pe e bajnë këtë punë, çështjen këtë punë domethënë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu ka ardhur edhe prej Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, se e kanë urrejtur që më bëni gjë të tillë. Sa i përket domethënë për me bën niyet për haxh para se më ardh muajt e haxhit, ka ardhur domethënë prej Ibn Abbasit, se ka thonë prej sunetit është njeriu me bën niyet për haxh në muajt e haxhit, jo domethënë para se me hi muajt e haxhit. Pra thjesht i ka cekur aktorit dy sene, se shpesh ndodh mund me bën niyet edhe para kohë, domethënë kohës domethënë para se me ardh Shevali, mirë po edhe para se me ardh vendi ku duhet me hini ihram, e që të dyjat janë mekruh, mirë po domethënë niyeti domethënë pranohet. Tash i ka cekur autori ato vendet edhe në kohës edhe vendet fizike ku njeriu hin ihram. Se kanë ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 4 mikate, për 5 ka mos pajtime se a është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a është fjalë e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Mikati i parë është ai mikati më i largët prej Mekës, ajo është domethënë Dhul Hulejfe, që është Medinë. Ky ka për 1400 kilometra, domethënë prej Mekës, edhe është mikati tash më i largët, quhet Dhul Hulejfe, e kanë quajtur Hulejfe, tash e kanë quajtur domethënë Abar Ali, çat venin ku domethënë është ajo, kush Allah e mundson me shku në haxh, domethënë do të shihni atë vend. Realisht që ky është mikati i parë që ka cekur hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka cekur mikatin e banorëve të Shamit, po që asaj vinë edhe të Egjiptit, quhet El Gjuhfe. Gjuhfe është një vend, domethënë mes Xhiddes edhe Jembu, afër në qytetit vogël quhet tash Rabigh, gati është këtë në Bregdet, që kjo Gjuhfe. Në zjed keni dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht kur shpërngul për Mekës në Medinë,
e ka pasë se jenë dajethet Medines që thjesht banorët Mekës i ka mundua, edhe thjesht i ka shqetësua dhe i nësmu për i saj. Sa që ka lutur pejgamberi sasem Allahun që me i largu këto ethe për Medines me i quë, ka cekë qëta në Gjuhfe, që të venin që ka. E për këta që vinë nga Shami, e Shami është Jordani, Palestina, Siria, një pjesë e Libanit, po tash edhe ka Egjipti kush vjen, të më qofë me aeroplane manije, vinë që sajde, e për ta është që kjo dhe më thonë Gjuhfe, është dikun ofër 180 km, 90 km prej Mekës. Mirë po tash, maj njoftër është që kjo qytete e Rabigh se kjo Gjuhfe. Edhe po thuaj se shumica e njerëzve që vinë asajde, dhe më thonë, sidomos në anën teksore, bojnë edhe për para, jo s'po thëmë tash, po edhe për para kanë bo peq saj Rabigh, edhe se kanë thiu dhe me shkue anena ka Gjuhfe, sa e thash aje ma mandej, faktikisht edhe kanë bo peq saj Rabigh. Kush vjen me aeroplan, ka vinë ana, e që na vim qësaj rrugë. Dhe më thonë, për me shku në Gjedde, faktikisht piloti apo dëmon stafi e aeroplanit të regon kur t'i afrohem dikon Gjeddes, dikon një 70 km, faktikisht të regojnë se jem të kaluar mikat, realisht t'i jenë deti, mikati është në tokë, mirë po fillon në formë paralele me qatë mikatin që është ma jafër qase rrugës që i bina, dhe më thonë, me aeroplanë dhe për ata, ku shotën prej këtu ujtë, direkt në Gjedde, para se me mrinë në Gjedde, një 50 km, dhe më thonë piloti ju të reganë se jem të kaluar nga mikati, edhe kush është për numre, për haqë, le të bën jetë, dhe më thonë, pej qitashit. Që kjo është, dhe më thonë, Gjuhfe, që thash është 180 km, 90 km, edhe vlen për ata që vinë prej Shambit, apo që vinë prej Egjiptit, nështë edhe për këna që vinë prej Marokës e Libis, që saj dhe binë. Është mikati i Lemlem, është mikati i Jemenit, është diku një 90 km, parafërsisht në 100 km, këta që vinë prej Jemenit e kanë qëtë mikatin, dhe më thonë që saj dhe i kalojnë, është mikati maj afërt, dhe më thonë prej Mekës, quhet Qarnul Manazil. Qarnul Manazil është, dhe më thonë, dalje prej Mekës, tash rruga kur ndahet, tash po flas për Taif, apo me shku për Kasim, dhe më thonë është si në mes këtëne dy rrugëve, e kush vjen prej Riyadit, prej Kasimit, prej atyne vendeve Zulfi, Andej, Jesane, kalon ka që kjo Qarnul Manazil, dhe që tu i ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka cekur edhe një Dhatul Irq, është për banorët e Irakut. E këtu ka mos pajtime, a është hadithi sakt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka cekur apo jo, ka për dietarëve që i bojnë të hadithe daif, ka për dietarëve thonë që jo, ka më tepër se një hadith që thjesht një tjetër e përforcojnë edhe ngritën në shkollën e hadithit hasan, edhe kuptohet që edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dharë kjo Dhatul Irq. Edhe pse e ka cekër dhe Omeri, se kur është qlirua, thot Abdullah ibn Omeri, kur është qlirua Kufja dhe Basra, dy qytetet më të njohura të Irakut të hershëm, para se mu formu Bagdati këto, kanë qenë Kufja edhe Basra, dhe hale sot vjen me këto emra. Thot kur janë qliru këto nga Iraku, Kufja dhe Basra, edhe vinin në Umre, i bënte me thyr rrugën me shkut ka që kjo Qarnul Manazil, që qësaj dhe e këshën më të afërtin. Atër, Omeri ju ka thonë që dilnin paralele një vend tjetër që është në paralele me Qarnul Manazil, e ka cekur Dhatul Irq. E disa që thonë hadith është daif nga pejgamberi, së më thotë këtë e ka caktuar Omeri. E disa që thonë jo, e ka caktuar pejgamberi, së sëllëm mirë, po këtë kështu të ka vendosë edhe Omeri, nga se realisht Omeri shpesh ja ka qëllue me mendjet të ti, ashtu që ka fremëzuar Allahun edhe shumë sene tjera, dhe më thonë ato sene që ka gjykuar me to njëjtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është më rëndësi mi ditë disa mesele për këta që kalojnë të qëta mikatet. Thash, me bon jetë, para se marë të qëta mikatet është me kro, njëtit pranohet. Sunet është me bon që aty kur mërin të qëta mikatet, varësisht të cilë po mërin. Mirë, po me i kalu që to, pa bon jetë, që to është problemi. Qofse ke kalu e pa bon jetë,
Halese ke bon jetë, djetarë thënë këtheu edhe bon një jetë pej venit. E ke kalu që ato mikatin, edhe e ke bo njetë. Thënë djetarët e ke kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe si pas mendimit shumicës dhe më të saktit duhet me prej kurban. A kuptut? Qofse qëtash njeriu e kalon qëto mikatet, edhe nuk e ka bo njetë, qofse ka mundësi për shembull me vetur, mund se ka bo halen jetë, mund të më kthy edhe do të më kthy aty me bo njetë. Mi po në aeroplan, s'mund e kthen në aeroplanin ti. Ke kalu se ke bo njetë, atëherë realisht bën njetë pe aty ku je, edhe faktikisht për atë përje kurban nga se ka orë nga një transmetim nga Abdullah ibn Abbasi, ka thonë për çdo lëshim të haxhit ka kurban. E ky kurban nuk është kurban që prehet, domethënë si kurbani i haxhit. Ky kurban është kurbani i dënimit. Ky kurbani i dënimit realisht prehet, domethënë Mekë, shpërndohet Mekë, edhe personi që e pren nuk ka drejt asgjë me hongër prej tij, nga se ky nuk është as kurbani i shtëpisë, as kurbani i haxhit. Ky është kurban i dënimit, i shpagimit për gabimet eventuale që i ke bë. Po qofse ka lënë dikush prej një mekat, prej një vendit që realisht nuk është për ta çaj mikat. Tash me banorët e Medinës, tash e kanë që Dhul Hulejfen. Mirë po, ata që vinë për shembull prej Shamit, e kanë që ata që e ceka, domethënë më herët, cilë ke Shami pat Gjuhfen, apo Rabiq. Rabiq është thash 180 km, 190 km. Këj pej Siris apo Jordanit ka ardhur në Medinë, këj ka 420 km. Pej cilës me e bon jetë. A me bon jetë, me thonë vazhdo të rrugës deri te ai mikati jetë, e ki mangat 200 km, 190 km, a me bon jetë pej që tuhet ku është në Medinë. Disa djetarë thënë me shku të kaj mikati vetë. No, apo, do më thonë paralele, do më thonë me mikatin e vetë. 190 km, kur të afrosh 190 km Mekës, që aty bënin jetë. E mendimi më i saktë është, do më thonë që realisht mund me bë mikat, do më thonë jetë peq aty jetë, pse realisht për ta bleni mikat tjetër, mirë për dire sa ka kaluar në mikat tjetër, atëherë i merr dispozitat e çati mikatit, nga se kështu të ka në 10 për pejgamberi sa më thonë, këto mikate, këto vend caktime që i ka bë, thotë janë për ata banorët e saj, ata njerëz që kalojnë andej. Po thjesht ti ke pas një variant tjetër, mirë ka ardha që ka mikat për ty vlen çdo dispozitat e këtij mikatit dhe peqituhet, domethënë e bën domethënë jetë. E kush është nër çeto? Domethënë thjesht thash më i shku, më i afër thjesht 85 km, që është rrugës për Kasim dhe për Riad. Po ka domethënë për shkak këta që janë për Xhidde, janë Gjuhfen e kanë më të afërm, janë 180 km, po Xhidja ka 90 km, 80 km, 90 km. Këta që janë për fundri, më pak se çeto mikatet. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se realisht ata e kanë njëtën e mikatit tyne është pej vendbanimit vet. Pej çatyt ku domethënë duke banuar. Po e morëm tash një meselë tash tjetër. Thash qofse jenë Xhidde, banorë Xhiddes, jenë nën atë kilometrazhin ku është mikati më i afërt, ti e bën peq aty jetë. Apo ke shku për ndaj punë Xhidde, si je Xhiddes, je i Riadit nështë, je Medinës, je është i Kosovës. Ke shku për biznes, për turizëm Xhidde. Se ke pas njët me bo as umras haqë. Mirë pa ty të ka lind ideja me bo, dhe më thonë, umrën së në po haqën. Atër a me dalë mikatin që e kije masafër të për atyjet, që thash është Gjuhfe, apo me bo njetë dhe të si banorët e Xhiddes, dhe më thonë djetarët thujnë me bo, dhe më thonë si banorët e Xhiddes pe i vendit ku jetu banu, apo ku i stacionu si hotel e kështu më radhë. Ndërsa në qofë se vjen pej Medinës, ose prej Kosovës, e i kalon në më mikatin, se ke bo njetë, se ke vesh ihramin, edhe e shku në Xhidde. Se me thonë, hajtë se sa e mboj ihramin 400 km, shkaj e boj është 80 km për Xhiddes, kjo realisht nuk të lejo atyje, nga se kjo vendim nuk vlen për tyje, po vlen për banorët atyjet, apo ata se dhe më thonë, e kanë bo njetë për atyjet me bo, dhe më thonë, umre. E ka cekur autori edhe një punë
Tash këta cilët janë, domethënë, në Mekë, banorë të Mekës, apo që janë rezident të Mekës, si studentët apo njerëz që punojnë në Mekë, ata pikujt me bë umrën edhe haxhin, pikujt me bë niyetën. Ma onë hadith e vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ardhur që faktikisht ata me bë niyetën pe vendit ku jetojnë. Se ata Gjiddes, se ata të Mekës, por këta e Mekës është një veçanti, se tojnë me bë pe vendit sa i përket haxhit. Pe çatyrit ku e ka bën jetë. Mekë, pe Mekës e bën jetë. Ndërsa për umre ka thonë jo. Për umre, qofse je me kas, nuk lejohet pe vendit ku ke banue, mirë po duhet me dal jashtë kufive të haremit Mekës edhe me bë, domethënë niyetën. Në rastin konkret, qofse do të për shembull xhamia e Ajshës, domethënë është jashtë kufive të Mekës apo është në pjesë quhet Xhirane, domethënë ka vetë pejgamberi sa një herë ka bë umre pe Çanesit, faktikisht me dal jashtë kufive të Mekës për me kasën me bë umrën, ndërsa haxhin e bën prej vendit. E thonë dietarët, pse? Pse ky dallim? Pse mos me konë si haxhi dhe umra, dytë për me kasën me bën jetë pe vend banimit ku është? Thojnë se për këtë umrës ka këtë dallim se thash hadithin e Ajshës, kur ka dosh me bë umre, i ka thonë Abdurrahmanit, vllau të Ajshës, ka thonë merre Ajshën edhe shko te Tan'im, atë quhet Tan'im, tash quhet Tan'im, po quhet më tepër nifet xhamia e Ajshës. Shko te Tan'im e bën një jetë, e hajde e bën umrën që faktikisht e ka urdhëruar me dal jashtë kufive të haremit, me bën jetë edhe me ardh. Mirë po është edhe një logjike se thojnë haxhi si haxh i bashkon edhe onën e asoj që quhet harem edhe atë që është jashtë haremit. A me bë umrën të prej mrena haremit, s'të bjen hiç me dal jashtë haremit. Pse? Se haxhin si haxh, Mekja edhe Mina edhe Muzdalifja edhe një pjesë e Arafatit është në harem. Po një pjesë e sajna është jashtë haremit. Që e bie që nëse qëndron në Arafat, ti ke dal jashtë domethënë haremit. E që i bjen që kur ke bati haxhin, edhe ke qëndru edhe në harem, edhe jashtë haremit. A me bën jetë veç umrën, veç pe Mekës, e ti kemi bë veç tavaf saj, s'ke nevojë me dal në Mina ose në Arafat, andaj faktikisht i bjen që si e dal hiç domethënë pe haremit, edhe kur nuk e mujt në farforme që me bat vijnë ndarse mes asaj çka është ihram edhe haremit të caktuar. Ndërsa sa i përket të kohët, e cila domethënë që ka ardhur janë 3 muaj kur duhet me bë njeriu haxh, me bë niyet se haxhi bëhet vetëm çdo ditë të haxhit, po me bë niyet janë Shawali, muaj mas Ramazanit, Dhul-Qa'da që jem në muaj tash, edhe Dhul-Hijja dhe ditë e para deri sa nuk lind dielli ditën e Bajramit. Mo deri çatëherë nëse mundesh me nxon Arafatin, do të marrëm është edhe në vazhdim gjatë ditës së Arafatit, apo një pjesë natës së Arafatit, para se me lind dielli ditës Bajramit, e ke nxon haxhin çatë ditë. Me bëm me tik qëndrimin në Arafat, edhe s'ke mujt me nejt edhe ka lind dielli ditën e parë të Bajramit, realisht ty për CV për çat vet, domethënë ka ik, domethënë haxhi, e kjo se ka ardhur në ajet kuranore el-hajju ashhurun ma'lumat, haxhi është në muajt e saktuar, e ka ardhur pe sahabive që i kanë cek se është fjala për Shawalin, Dhul-Qa'den edhe ditë Dhul-Hijjes, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur domosdoshmë Haxhul Akbar, haxhi i madh. Haxhi i madh është për shkak se shumica aty në obligime veprohen në këtë ditë. Domethënë edhe tavafi, edhe sa'i, qëndrimi në Arafat, edhe domethënë qurbani, prerja e flokëve, këtë këto domethënë bëhen këto ditë për atë e ka quajtur al-Haxhul Akbar, edhe thash ka ardhur pe sahabive se i kanë përcaktuar se këta janë këta muaj. Kjo sa i përket haxhit, ndërsa sa i përket umrës, nuk ka ndaj kohë të caktuar, realisht koha e umrës është non-stop. Domethënë 12 muaj, 24 orë pa ndërprej, edhe në ditën e Arafatit. Kush nuk është të bëj haxh atë vet, është domethënë banori i Mekës, e din që është pak më vështirë Mekja, domethënë çabja e tavafi, edhe shkon me bë umre, realisht mund me bë se nuk ka caktuar kohë për umre, po mundesh me bë gjatë tërë vitit, gjatë tërë kohës pa kurfar dallimi, ndoshta me kaq
po e përfundojmë ligjëratën e sotët e në ligjëratën e ardhshme do të marrim domethënë ato që i ndaluan, domethënë veprimi i tyre për atë që hin në ihram edhe ka filluar me haxhin apo umrën. Deri atëherë bëhet në përkujdesin e Allahut wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.